Atanas Davidovit. Në fakt Vladimir Davidovit Atanas Dinkov më herët ishte që fitoi ndaj Shrigovicit. Mesi tretë radhazi që në ring ka boksier nga Bullgaria. Bullgaria është në këndin e kaltërt, kroati Marton në këndin e kaltërt. Të koncentruar dy boksierët, nuk lëshohen në sulme. Tenton me një goditje nga distanca Bullgari Davidov. Ka një të majtë të fuqishme, gjithmonë të gatshme, ndërkohë kroati që godet bukur. Duket boksier mjaft teknik Matej Marton, e këtu edhe njëherë të regon vlerat e tij boksieri. E pret kundërshtarin, është 100% i koncentruar Matej Marton me një thellësi të mendjes që ka treguar deri më tani. Bukur din të shmangët goditjeve të Bullgarit Davidov. Ndër boksierët më teknik deri më tani që kemi parë është Marton. Në kontroll të madhe ky boksier, po e din se çka dëshiron dhe po e merr atë që po e dëshiron së paku nga ky raund i parë. Lëviz tani Matej Marton. Sekundat po ecin në të mirë të tij, pasi që ka marrë më shumë pikë se kundërshtari në raundin e parë. Nuk dëshiron luftë, nuk dëshiron rrahje Matej Marton. Ndërkohë tani qëndron afër kundërshtarit, por sekondat janë duke ecur dhe këtu do të bie gongu për pak. Fare nuk pati goditje pra në 20-30 sekundat e fundit të raundit të parë. E pam kroatin që boksoi mjaft mirë ndaj Davidovit, i cili kërkonte më shumë luftë, por dhe mori më shumë goditje. E këshillon trajneri i tij kroatin që të qëndrojë vazhdimisht në distancë dhe të godet me të djathtën. Ta shohim se sa do t'i zbatoj urdhrat e trajnerit të tij Matej Marton, që ka treguar boks shumë cilësor në raundin e parë. Pritet një ofanzive Bullgarit Davidov. Ndërkohë tani goditje të njëpasnjëshme në trup të Bullgarit. I vetëdijshëm për rrezikun që pret nëse lëshohet dhe nuk po ka mundësinë që të shulmoj me 100% e tij. Vladimir Davidov e ka një kundërshtar shumë serioz
përpara cili e shfrytëzon dhe gjatësinë duke mbajtur në distancë kundërshtarin. E ngacmon me të majtën, por gjithmonë e ka të gatshme të djathën kroati Marton që të godas. Këtu mjaft mirë bullgari Davidov. Boksieri kroat pra në këndin e kaltërt, boksieri bullgar në këndin e kuq. Pak luft po shohim në këtë mesh, duke qëndruar në distancë të dy boksierët. Ndoshta meqi që na ka sjellur më së paku argëtim, pasi që vazhdimisht po qëndrojnë në distancë boksierët, por për meraklinjet e boksit teknik po shfaq aftësitë e tij Matej Marton, që po e dominon kundërshtarin në këtë aspekt. Dhe po bokson vetëm për ta fituar meqin me anë të pikëve. Duhet të përdor më shumë duart sipas trajnerit të tij, kroati Marton. Përfundon dhe raundi i dytë, thuajse njëjtë ashtu siç përfundoi pjesa e dytë e raundit të parë, me qëndrimin në distancë të dy boksierëve. Ndërkohë koha për instruksionet finale të dy këndeve respektive. I vetëshëm dhe trajneri bullgar që kroati është boksier shumë cilësor. U zhvillua me edicionin e parë në vitin 2008, në të njëjtin vit kur ndroi jetë legjenda dhe strategu i njohur kosovar i boksit Lani Mani. Ky turne mbështetet nga Ministria për Kulturën e Sport. Second out. Në shkurt të vitit 2008 kishte ndruar jetë Lani Mani dhe prej vitit 2008 pra tradicionalisht organizohet ky turne që organizohet nga Federata e Boksit e Kosovës, ndërsa është mbështetur nga Ministria për Sport dhe Kulturë si vjet. Jemi në mesin e 4 të ditës së sotme, ku do të zhvillohen 8 meshe gjithsejt. Vladimir Davidov nga Bullgaria në këndin e kuq dhe Matej Marton nga Kroacia në këndin e kaltërt përballë njëri tjetrit. Deri më tani kroati që ka më shumë pikë dhe është boksier që ka treguar më shumë vlera në këtë mes, por të shohim se si do të jetë në raundin përfundimtar dhe njëkohësisht përcaktues se kush do ta fitoj këtë mes. Deri më tani gjithçka ka vajtur mirë për boksierin kroat, e një goditje mirë e bullgarit, por jo dhe aq e fuqishme. Tenton me të majtën Davidov. E këshillon trajnerit i Martonin që të lëviz sa më shumë.
pak e kemi parë duke sulmuar kroatin Marton, do shta është koha paksa që të japë edhe ai disa goditje drejt kundërshtarit, pasi që vazhdimisht ka qëndruar në distancë. Ngadalë dhe po i afrohemi minutit të fundit të këtij meqi. 3 raunde nga 3 minuta janë duke u zhvilluar meqet e ditës së sotme. Nuk dëshirojnë të lëndohen bokserët, boksojnë pastër, mundohen që të marrin pikë sa më shumë, por edhe bullgari që nuk po lëshohet në aventura. Po lëviz dhe Davidov, ndërkohë në ofanzivë më të madhe në këtë minutin e fundit është Matej Marton i Kroacisë, tenton me të majten, fare nuk e ka përdorur të djathën që ka shumë të fuqishme, por nuk i erdhi dot mundësia, apo mundohet që të krijojë hapësira me të majten. Nuk arriti që ta godas kundërshtarin në këtë goditje direkte. Tani bukur kjo kroshe me të djathën e kroatit Marton. Ashtu, si që këshilloi trajneri, vazhdimisht i ka dëgjuar udhëzimet e tij dhe ka boksuar, të themi, perfekt në bazë të detyrave që Mbyllet meqin Vladimir Davidov dhe Matej Marton, presim vlerësimin e gjyqtarëve për këtë duel të vlerësuar për 65 kg. Pas pak do ta shohim tani vlerësimin e gjyqtarëve. Në vazhdim do të jetë Vuk Dabović dhe Rian Bajrami. Me vendim të gjyqtarëve, fitues shpallës në këndin e kuq, winner is in the red corner, Vladimir Davidov. Me vendimin e gjyqtarëve, Vladimir Davidov është fitues.